Presidentja e vendit Vjosa Osmani gjatë pjesëmarrjes së saj në samitin e liderëve në Kopenhagen në tryezën e diskutimit me liderët evropian të fokusuar në temën e sigurisë, foli për sigurinë e Europës, e cila, siç tha, është ndërlidhur ngushtë me sigurinë e Ballkanit Perëndimor. Ajo thekson se Evropa duhet të përqendrojë vëmendjen e saj në këtë rajon, duke investuar në parandalimin e taktikave destabilizuese të Serbisë, si hapkyç për një siguri të qëndrueshme dhe afatgjatë. Në samitin e liderëve në Kopenhagen në tryezën me liderët evropian të fokusuar në temën e sigurisë, theksova se siguria e Evropës është ndërlidhur ngushtë me sigurinë e Ballkanit Perëndimor. Prandaj, Evropa duhet të përqendrojë vëmendjen e saj në këtë rajon, duke investuar në parandalimin e taktikave destabilizuese të Serbisë, si hapkyç për një siguri të qëndrueshme dhe afatgjatë, ka shkruar Osmani. Ndryshe, presidentja e vendit Vjosa Osmani një ditë më parë para nisjes së samitit të liderëve të Komunitetit Politik Evropian në Danimark, ka folur për sigurinë në rajon dhe më gjerë, ndërsa theksoi se Serbia historikisht i ka trajtuar fshinjët e saj si shtete jo ekzistente, si shtete të përkohshme, duke vepruar ndaj tyre me agresion. Osmani theksoi tutje se aktualisht ka dy kërcënime kryesore të sigurisë ndaj vendeve të kontinentit, njëri nga Rusia dhe tjetri nga Serbia.